Sot për të sollëm për në banesën e fundit qytetarin e Lushnjës, ish pedagogun e Universitetit të Tiranës, profesorin e disa librave shkencor dhe drejtorin e filialit bujqësor nga themelimi e deri në mbyllje zotin Piro Dani. Për të dhënë lam të mirën profesorit kishin ardhur mjaft shok e miq, i studentë e ish koleg me të, si dhe bashkëmoshatar nga rrethet periferike, të cilët e mbajnë miqësinë me fisin dhe vëllezërit Dani. Profesor Piro Dani u nda nga jeta në moshën 93 vjeçare, ndodhur në komoditetin më të mirë të mundshëm familjar e shëndetësor. Ai e ka origjinën nga fisi i Danëve të shquar e arsimdashës të Bishkekut. Për gjyshin e tij, Lukën, ish nxënës i gjimnazit të Beratit dhe i Babdudës, babai i Piros, Alex Dani, ka shkruar: "Babai kishte diçka të veçantë, si njeri, sepse nuk ngopej kurrë me punë dhe nuk thoshte kurrë u lodha në sy të fëmijëve." Në 1960 u diplomua në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dhe duke qenë nga studentët ekselent, mbahet si pedagog në universitet. Botimet shkencore, këngëtarët e kafazeve, gjelozoi elitën drejtuese akademike dhe Piroja qarkullohet për në Institutin e Shkodrës, por burrërisht ai i tha jo ministrit të arsimit të atyre viteve. Pranoi të shkojë në vendlindje, pa çka se me një ulje detyre dhe ulje rroge. Në 1958 realizoi një nga veprat më të rëndësishme të jetës së tij, ngriti filialin bujqësor universitar në Lushnjë, drejtori i cilit që deri në mbyllje të tij. Zoti Piro Dani ishte bashkëpunëtor shkencor i pasionuar me gjurmë shkrimesh në revistat Shkenca dhe Jeta, revista pedagogjike, Gazeta Mësuesi, revistat Pionieri, Fatosje e të tjerë. Me vdekjen e tij, arsimi humbi një nga shkencëtarët e njohur, vëllezërit Genci Minella, bashkëshortja Vasilika, djali Arianiti dhe Nipi Kosandini, humbën kryefamiljarin e shtrenjtë dhe mendjendritur. Piro Dani mban titullin mësues i merituar, medaljen e punës dhe është qytetar nderi i Lushnjës. Emri dhe vepra e profesor Piro Danit do të mbeten pjesë e historisë së arsimit dhe të shkencës shqiptare. Juftoj të ndjekim disa nga të intervistuarit. Ai është një profesor me të vërtetë i përgatitur në të gjitha drejtimet dhe kam konsideratë të jashtëzakonshme, jo vetëm unë, po e gjithë shkolla. Dhe po e përcjellim sot Piron, vllajin ton të madh. Unë them edhe mësuesin ton. Në një hidhërim të jashtëzakonshëm. Largohet sot ai nga jeta, pavarësisht se pati një sëmundje të zgjatur kohët e fundit. Edhe vuajti me thënë të drejtën. Piroa ka pasur një karrierë të gjatë, edhe pothuajse të gjithë lushnjarët e dinë. Ka qenë pedagog në Universitetin e Tiranës në katedrën e biologjisë kimisë, ka dhënë mësim në Fakultetin e Mjekësisë. Pastaj u transferuar në Lushnjë, ku punoi edhe si arsimtar, por me hapjen e filialit, ishte drejtori i këtij filiali për vite të tëra. Kam patur fatin që kam qenë student i praktikave të biologjisë në vitin e parë në Fakultetin e Mjekësisë. Që kam patur pedagog Piro Dani. Gjatë një viti që bëm praktikat, nuk e ngriti një herë zërin për të qortuar në një nga studentët që mund të shkaktonte në një zhurmë, apo në një çapkëndek, apo në një mungesë. Kam pasur idhull dajën tim për shumë arsye. Ai ishte një burim informacioni. Unë edhe në këtë moshë jam sot, më kam mësuar shumë prej tij dhe ai kishte një kulturë shumë të gjerë, jo se është Piro Dani daja im, por sepse ai ishte vërtet një burim i pashteshëm njohurish. Shpreh keqardhjen time së pari për largimin nga kjo botë të një njeriu i rrallë, njeri i mençur, njeri i kulturës, i artit, që i ka dhënë përparësi edhe vendit vet. Me kontributin e tij është munduar të çojë përpara artin e kulturën tonë, shkencën tonë. Zakonisht e karakterizonte ajo urtësia e vet, edhe ajo mençuria për gjithë ne edhe për familjen, shoqërinë. U shua, shpejt do ta gjej. Gushtime i bëj Minellës, edhe vëllezërve. Piro Danin e kam pas pedagog në Krutje, edhe më vonë u bëm edhe baxhanak. Profesor Piro Danin e kam njohur qysh se kam qenë fëmijë në qytetin e Lushnjës. Një figurë
një mësues i mrekullueshëm edhe një shkencëtar. Pirua ka qenë i shkëlqyer në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Dhe këtë e vërteton fakti që Pirua 4 vjet ka marrë bursë suplementare. Na 3.000 që ishte bursa, Pirua merrte 4.000 për 4 vjetre, sepse ja 4 vjetëve nuk kishte asnjë 4, po i kishte gjitha notat 5 me notat e atërshme. E mbajtën pedagog sepse ishte nxënësi i tyre që i kishin vënë 5-at. Edhe njëherë duhet falenderoj të gjithë ata që morën pjesë në përcjelljen e vllait tim. Në këtë rast, stafi i televizionit Apollon dhe presidenti Artur Rustemi i shprehin ngushëllime të sinqerta familjes Dani.